Avokatët e politikanit njohur shqiptar Spartak Ngjela ka rrëfyer një nga historitë më pak të njohura për pasurinë e madhe që ka pasur Shqipëria, duke u ndalur veçanërisht te rezervat e arit, e cila sipas tij ka qenë shumë më madhe, por e pa shfrytzuar si duhet me shtetin shqiptar. Ngjela tregoi se Jati, i cili kishte qenë 27 vjet ministër i financave dhe drejtor banki në kohën e Italisë, kishte dijeni të plotë mbi pasuritë që fshiheshin në Shqipëri. I mate njihte mirë tregun shqiptar sepse kishte drejtuar financat e vendit për dekada. Kur e pyeta në vitin 1993 për tregun shqiptar, ai më tha: "E kam para me kohë, në treg ka minimumi 3 miliard dollar." Por më pas, më shtroi pyetjen: "Ku janë këto 3 miliard, se Shqipëria nuk ka eksport?" Kujton Ngjela. Ai tregoi se fillimisht kishte menduar se shumë më e madhe vinte nga remitancat e emigrantëve, por Jati e kishte përgënjeshtruar me njerë këtë ide, duke theksuar se atëherë kishte vetëm rreth 200.000 emigrant, dhe nuk mund të krijojë një pasuri kaq e madhe nga ata. Doli ari, kishte thënë babai. Ngjela shpjegon më tej se kur babai i tij u bë ministër i financave në vitin 1948, i kishte propozuar Enver Hoxhës të fillonte mbledhjen e arit, pasi italianët kishin bërë studime të thelluara mbi rezervat e arit në Shqipëri. Italianët i kishin thënë Timeti që Shqipëria kishte më shumë arë se Italia. Flasim për vitin 1939, u shpreh ai. Sipas Ngjelës, ari ishte mbledhur nga shqiptarët e pasur dhe tregtarët, por më pas ishte sekuestruar nga regjimi komunist me metoda të ndryshme, kryesisht përmes tatimeve të jashtëzakonshme. Një treta e arit që mblodhi regjimi i Ramiz Alia e përdori për të mbajtur pushtetin 3 vjet. Gjatë krizës së fundvitit 80, tha Ngjela, e përmendje se kush kishte diskutuar me të Atin për këtë çështje, Jati kishte quajtur mizerabël mënyrën se si u shkatruar ajo pasuri. Në fund, Ngjela theksoi me keqardhje: "Me atë arë Shqipëria mund të ishte zhvilluar shumë, por ne nuk ditëm ta vinim në funksion të ekonomisë sonë."